Institucionet publike dhe arsimore në qytetin e Korçës po tregojnë një përgjegjësi të shtuar sa i përket respektimit të masave kundër zjarrit. Sipas shefit të inspektimit të parandalimit pranë shërbimit zjarfikës, kontrollet e kryera së fundmi tregojnë se godinat e reja janë të pajisura me sistemet e duhura të alarmit, pajisjet e fikjes së zjarrit dhe daljet emergjente të certifikuara, duke garantuar një nivel të lartë sigurie për qytetarët dhe nxënësit. Çdo objekt i ri i plotëson standardet e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, lidhur me skemën e evakuimit, sistemin diktimi, sinjalizimi dhe masat e mbrojtjes nga zjarri. Gjë pa cilën nuk mund të lëshohet një certifikat nga ana jon, e cila e lejon subjektin të ushtrojë veprimtarinë e tij, qoftë për bani, qoftë për aktivitet në përputhje gjithnjë me ligjshmërinë. Banesat e vjetra her pas here të rinovojë në aspektin të elektrik, të rrjetit elektrik, duke vendosur dhe një mbrojtje diferenciale, e cila në banesat ekzistuese të vjetra nuk ka qenë e vendosur. Ndërsa në të rejat, aktualisht është në të gjitha e vendosur, çka do të thotë që ka mos mbrojtje në sistemin elektrik, në pajisje, në të gjitha. Hima thekson se institucionet kanë zhvilluar dhe stërvitje praktike evakuimi, me qëllim që personeli dhe fëmijët të dinë të reagojnë qetë dhe shpejt në rast emergjence.